Vetpunësimi vijon të zërë një peshë të rëndësishme në tregun e punës në Shqipëri. Sipas të dhënave për vitin 2025, 30.9% të punësuarve ishin të vetpunësuar në punësimin gjithsej, duke shënuar një rritje të lehtë krahasuar me një vit më parë. Të dhënat tregojnë se burrat mbeten shumë të prirur drejt vetpunësimit sesa gratë. Gjatë vitit 2025, 39.5% e meshkujve të punësuar ishin të vetpunësuar, ndërsa kjo përqindje ishte vetëm me 20.4% e gratë. Krahasuar me vitin 2024, pjesa e meshkujve të vetpunësuar është rritur, ndërsa te gratë ka pësuar një rënje të lehtë. Mosha është një tjetër faktor që ndikon ndjeshëm. Vetpunësimi është më pak i përhapur te të rinjt 15 deri 24 vjeç. Përqindja rritet gradualisht me kalimin e viteve, duke arritur në 44.5% për grup moshën 65 vjeç e lartë. Edhe grup mosha 55 deri në 64 vjeç paraqisin një nivel të lartë vetpunësimi. Arsimi luan gjithashtu një rol të rëndësishëm. Personat me arsim 8 apo 9 vjeçar kanë nivelin më të lartë të vetpunësimit, ku 38.2% e tyre punonin në formë të pavarur në vitin 2025. Ata ndiqen nga të punësuarit me arsim të mesëm me 33.9%, ndërsa përqindja bie ndjeshëm te personat me arsim të lartë, ku vetëm 13.5% janë të vetpunësuar. Brenda grupit me arsim të lartë, vetpunësimi mbetet më i përhapur te meshkujt. Në vitin 2025, 21.4% e burrave me arsim të lartë ishin të vetpunësuar, kundrejt vetëm 7.1% të grave me të njëjtin nivel arsimor. Në të gjitha nivelet e arsimit vjetëror vetpunësimi rritet me moshën. Të dhënat sugjerojnë se vetpunësimi është më i zakonshëm te grupet me arsim më të ulët dhe te moshat më të mëdha, ndërsa personat me arsim të lartë orientohen më shpesh drejt punësimit me pagë. Në të njëjtën kohë, diferenca mes gjinive mbetet e theksuar, duke treguar se burrat vijojnë të dominojnë aktivitetet e vetpunësimit.